Edukimi Europian për qeverisje më të mirë në rajonin e Shqipërisë është projekti më i ri që do të zhvillohet nga Universiteti Gjirokastras, i cili u prezantua me një takim të mbajtur në ambientet e tij që bëri bashkë përfaqësues të institucioneve vendore dhe qendrore të delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri si dhe drejtuesin e prokurorisë së posaçme SPAK Altin Dumani. Ky takim u çel nga rektori Jahucana. Universiteti e Kenë Gjirokastras është një universitet i cili ka pasur një rrugëtim të suksesshëm, ka pasur një rrugëtim dhe një histori suksesi të jashtëzakonshëm në ngritjen dhe përgatitjen e kuadrove në bazë të programeve të studimit që afrohen në universitet. Të gjithë studentët e këtij universiteti tashmë punojnë në institucionet më të rëndësishme të vendit tonë dhe japin kontributin e tyre për zhvillimet politike, ekonomike dhe sociale. Sot në këtë ditë dhe këtë event ne jemi mbledhur për të promovuar një projekt, ose më saktë një nga projektet që janë fituar nga fondet Erasmus+. Ky është një rast që neve nuk duam thjesht të evidentojmë se çfarë jemi në gjendje të bëjmë. Por Lidikiza është një thimbje e hapur për të gjithë ne, për gjithë kolegët, për gjithë pedagogët, që të ecin në këtë rrugë, të thisin sa më shumë fonde nga Erasmus nga fondet e Bashkimit Evropian, të cilat janë fonde që kalojnë për zhvillimin ekonomik të qytetit të Gjirokastras, për zhvillimin e turizmit, që është Lidikiza edhe një kualifikim dhe trajnim shumë i rëndësishëm për gjithë stafet akademike, por në gjitha praksirat të japin studentëve tanë për të qenë suksesshëm, jo vetëm në tregun e punës brenda vendit, por edhe në tregun e punës së Bashkimit Evropian, ku për hir të së vërtetës, ku në pozicionin të panditëve që kanë në krye të këtij institucioni, shumë prej studentëve tanë tashmë janë të integruar me këto diploma në vendet të Bashkimit Evropian, por edhe në gjërë deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky projekt synon të bashkojë edukimin universitar me ndërveprimin publik duke krijuar ura të qëndrueshme midis universitetit si qendër e dijes, institucioneve publike si aktor të zbatimit të politikave dhe komunitetit që përfiton drejt për drejt nga qeverisja e mirë. Një projekt e këto suksesin e tij që në karrierën time si mësues ky është kulmi, i cili është kulmi një orë mësimore. Jo orë mësimore është kulmi në auditor dhe në këtë amfiteatër, të bësh student, zyrtar të qeverisë vendore, zyrtar të qeverisë qendrore. Në këtë tanë vjen kemi gjyqtarë të nderuar magjistrat që kthehen këta auditor si kërkues shkencor. Pra personalitetet dhe legislativë të gjithë një, kjo do të thotë që këto vlera e përfaqësojnë vetëm Bashkimin Evropian, fuqia më e madhe botërore. Dhe këto vlera, faleminderit Mr. Mind, who are honored by your presence, dhe një vlerë tjetër e jashtëzakonshme sipas Departamentit Amerikan Shtetit dhe opinionit shqiptar, zoti Altin Dumani është kampion i drejtësisë, por besoj edhe një kampion i ligjit dhe një kampion i integrimit të Bashkimit Evropian të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Edhe ky projekt thjesht kërkon që të bashkojë këto vlera. Pra nëse në fazën e parë bashkojmë gjitha këto, sepse projekti Jean Monnet nuk është një projekt individual, që konkurrojnë pedagogët nga gjithë bota për këtë projekt. Dhe unë jam i nderuar që ai do ta fitoj këtë, por pjesa e dytë është më shumë se një Jean Monnet. Ky është një projekt më i madh që ne përkojmë dhe dëshiroj patjetër që nuk mund të ripafalënderuar kryetarin e Bashkimit Gjirokastras që ceremonin hapjes ka suportuar këtë projekt. Dhe falenderoj sërish këtë auditor, sepse ky projekt synon që të transportojë, që të transferojë në palë dijet në gjitha institutet e qeverisë vendore dhe ne të krijojmë forume. Takimin e përshëndeti dhe përfaqësuesi i delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Miha Pezej. Programet të tilla janë pjesë e rrugëtimit të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Qeveria nuk mund ta përballojë vetëm këtë proces, ndaj bashkëpunimi me universitetet dhe shoqërinë civile është thelbësor për të avancuar reformat që afrojnë vendin me standardet evropiane. Shqipëria është në rrugën e dur drejt BE-s, ndaj të gjithë duhet të japin kontributin e tyre. Rezultatet e synuara nga ky projekt janë botimi një libri universitar, 3 artikuj shkencor, rritja e kapaciteteve kërkimore, si dhe ndërtimi një komuniteti të qëndrueshëm akademik në fushën e studimeve europiane. Ndikimi i këtij projekti është i shumëfisht, por universiteti rrit cilësinë dhe vizibilitetin akademik për rajonin përgatit ekspert për zbatimin e politikave të Bashkimit Evropian për administratën publike, ndihmon modernizimin e shërbimeve për qytetarët, rrit ndërgjegjësimin dhe besimin në integrimin evropian.